Po normal që çdo pikë vlen këta momente, po erdhën e fituar ne ishim pavarësisht se ishim shumë kondicionum, sidomos mas pjesë parë ku edhe Dota dhe Kallaku për arsye fizike na kërkuan ndrym, kështu që u bë edhe më vështirë. Gjithsesi, këtu është një, domethënë kam thënë me gjithë ekip që luajnë për mjetë, këto janë neshë shumë të vështira. Janë neshë që kushdo ekip e ka të vështirë me fitu këtu. Kishim mundësi tona me shënu gol, edhe në pjesën e parë edhe në pjesën e dytë. Gjithsesi, djem bllon maksimumin fush. Edhe mbjen keq që s'mor me 3 pikë, por janë edhe 4 javë kampionat që çdo pikë në këtë moment është e vlefshme. Me që përmendet Dota, si është gjendja ati, sepse u largoi dëmtuar nga fusha e lojës? Dota kërkoi ndrym që minutën e 30 për hyrjes vërtetë, ndoshta edhe pak më shpejt, por e mojt me deri sa mori pjesa parë për mas me djeg një ndrym. Dhe po i luftoj, megjithatë e kërkoj ndrymin dhe ishim detyruar. Largimi i Dotajt, por edhe të tjera mungesa në formacionin tuaj, sa ndikuan? Normal bëhen shumë, edhe Mala kishte arsye kartonash, edhe Bismarku ishte me gjendje jo të mirë, kështu që u bën disa lojtarë. Po megjithatë edhe kështu si kishim rastet tona, budoshim të ishim pak më strikt para portës, sidomos goditje standarde. Megjithatë nuk arritëm me shënu. 0-0 është një rezultat tash që në këtë fushë në këto momente nuk është i kollajt më marrë. Duke se gjendja e skuadrës ndoshta nuk është më e mira mundshme. Ndoshta ndjeshja kalendarit, numri i madh i ndeshjeve, po jep shenjat e veta. Normal është edhe kjo, po kur them që na mushin shumë lojtarë, edhe kjo është një pjesë se kur mungojnë 4 lojtarë pa hin lojë, edhe 2 lojtarë që të kërkojnë mund rru bëhen shumë më nej. Megjithatë thash, edhe ata që hyjnë, edhe Kubazi edhe Tafili llojin maksimumin, sepse edhe lojtarët tjerë që hyjnë, ato janë lojtarë të konfirmuar, po edhe djemtëri që hyjnë luajten mirë, luajten fort. U përpoqën, patën mundësi pak më të kujdesshëm edhe mund të shënoshim edhe me muratin, po edhe goditje standarde nuk arritëm. Gjithsesi, neshje e fortë, neshje që kjo pikë ndoshta sot na duket pak, po nesër kam nuk duk shumë. Shumë shpejt në mërkurën e ardhshme vjen Dinamo në Shkodër për Kupën e Shqipërisë dhe menjëherë nga Dinamo në Elbasan një tjetër transfer të në ardhshme. Ne kemi Dinamo, është një neshje shumë e rëndësishme. Duhet kërkojmë ngul që të marrim të arrim finalit kupës, shpresojmë që t'ja arrim, edhe të bëjmë gjitha mundësit, edhe me rekuperimin besoj që dhe ditën e mërkurë edhe futbollistat do na rekuperohen, sepse jo çdo keq që vjen e bëa keq, ato dolen sot, por ditën e mërkurën besoj janë të gatshëm, janë edhe më të freskë, kështu që neshje e vështirë të mendojmë për finalen. Barazon Vllaznia humb Ignati, duket që do të jetë një kampionat shumë i vështirë dhe shumë i fortë deri në javën e fundit. Është e vërtetë që në ditën e parë ka kanë një tillë, unë janë edhe 4 javë, janë 4 finale, mandej janë edhe 3 tjera final vor, duhet i marrim një nga një, mos mendojmë shumë larg. Këta janë neshje që duhet vlerësu maksimalisht, duhet marrë maksimumi i mundshëm. Pa çka thash se sot një pikë ndoshta duket pak, por jam i bindur që në fund të sezonit ka me vlerë shumë.